40 vite e bëri haxhin e Allahu nuk ja pranoi. Një ndodhi e cila është e dobishme si për ata të cilët shkojnë në haxh, si për ata të cilët nuk shkojnë në haxh. Një ndodhi e cila rrallëherë përsëritet. Dhe e lutim Allahun e plot fuqishëm që të mos përsëritet. E nëse përsëritet, të përfundoj ashtu siç përfundoi kjo ndodhi. Ishte një dietar i cili quhej Malik ibn Dinar. Ky dietar shkoi në haxhillëk për ta kryer haxhin. Ishte prej njerëzve më të devotshëm në Irak. Kur shkoi në haxh, kur i pa gjithë ata njerëz duke i bërë sejdë Allahut të plot fuqishëm, gjithë ata njerëz duke i bërë lutje dhe duke ia drejtuar Allahut të plot fuqishëm, ai tha me vete: O Zot, e gjithë kjo madhështi në këtë vend. O Zot, a thua ka ndonjë njeri të cilit nuk ja ke pranuar haxhin? A ka mundësi që ndonjë njeriu të mos i pranohet haxhi në këtë vend kaq madhështor dhe në këto momente kaq madhështore? Në atë natë kur ra në gjumë, e dëgjoi një zë duke i thënë: O Malik ibn Dinar, Allahu i plot fuqishëm mua ka pranuar haxhin të gjithëve, të bardhëve dhe të zinjve, arabëve dhe jo arabëve, të vegjelve dhe të mëdhenjve. Mirë po, vetëm një personi nuk e ka pranuar haxhin. Tha, kur e dëgjova këtë gjë u ngrita nga gjumi i shqetësuar dhe nuk dija se çfarë të bëja. Mendoja se mos isha unë ai personi. Ajo ditë ka qenë dita më e tmerrshme në jetën time. Derisa ra mbrëmja dhe nga lodhja e atij tmerri më zuri gjumi, përsëri më erdhi ai zëri dhe më tha: Allahu ja ka pranuar çdo personi haxhin përveç një personi, dhe ai person është Muhammed ibn Harun el-Belhi. Dhe në ato momente, nga ky trishtim më doli gjumi përsëri. U ngrita dhe me të shpejtë u nisa për ta gjetur këtë fisin el-Bel. Shkova atje dhe po pyesja se ai njohin Muhammed ibn Harunin. Ata thanë: O, çfarë ju duhet juve ai? Thash: dëshiroj të takohem me të. Më thanë: vallahi do takohesh me njeriun i cili është më i devotshëm në mesin ton. Subhanallah. Nuk po ju besoja veshve të mi. Si ka mundësi që një njeri të jetë kaq i devotshëm dhe Zoti të mos a ketë pranuar haxhin? Dhe pastaj më drejtuan për tek ai dhe kur shkova e gjeta në sejdë, kurse sejdja ishte e lagur me lot. U ngrit prej sejdës, kurse unë u çudita që ai e kishte një dorë të varur në qafën e tij. Thash: Subhanallah. Si është puna e këtij njeriu? A është shmendur? Apo çfarë është puna? Ky të jetë adhuruesi më i madh. Edhe pasi dha selam, u kthye dhe më përshëndeti. Edhe unë e përshëndeta dhe i thash: unë jam Malik ibn Dinar, kam ardhur me ta dhënë një lajm. Tha: O Malik ibn Dinar, a ke ardhur të ma japësh lajmin që Allahu nuk ma ka pranuar mua haxhin? Thash: Po. Tha: O Malik ibn Dinar, a e din se 40 vjet e bëj haxhin, dhe që 40 vjet, në secilin vit, vjen një person dhe më thoshte: Allahu nuk ta ka pranuar haxhin. Thash: O mirë, o i mirë, më trego çfarë ke bërë që Allahu nuk po ta pranon haxhin? Tha: Më mirë mos ta dëgjosh. I thash: Të lutem, pasha Allahun më trego. Tha: Dëgjoje. Pasi u betove në Allahun. Tha: Ka qenë një natë e Ramazanit, nata e parë e Ramazanit, fundi muajit Shaban, dhe nëna ime ishte duke përgatitur darkën. E kishte ndezur furrën fort, dhe unë erdha në shtëpi i dehur. Kur hyra në shtëpi, nuk mund të ta mbaja veten. Herë shkoja në të djathtë dhe herë në të majtë, dhe më doli nëna përpara dhe më tha: Si është puna me ty, o Muhammed? Dhe gjithë njerëzit do të dalin agjërueshëm me ibadet para Allahut, kurse ti do të dalësh i dehur, a nuk ke turp, a nuk ke frikë? Tha: Në ato momente nuk munda më shumë t'i dëgjoja fjalët e nënës. E kam kapur dhe e kam shtyr, e pastaj kam hyrë në dhomën time. Pas një kohe, erdhi dhe ma mbylli derën gruaja ime. Kurse mua më zuri gjumi nga dehja. Kur më doli gjumi, desha ta hap derën, por ajo nuk hapej. Dhe fillova ta godas derën kurse gruaja ime tha: Vallahi ti e meriton që deri në ditën e gjykimit të mbesësh aty i mbyllur. Pse? Çfarë kam bërë? Tha: Kur e hapa derën e pash se nëna ime ishte bërë shkrumb, ishte bërë zi nga zjarri. Nënën time e kisha hedhur në zjarr. Subhanallah.
vëllezër të dashur. Ky e hodhi nënën e tij të gjallë në zjarr. Mirë po, sa prej nesh u djegim zemrat të nënave tona për së gjalli. Sa prej nesh nuk i shikojmë veprat tona se çfarë po veprojmë, fjalët tona se çfarë po flasim, dhe sjelljet tona se si po sillemi. Në ato momente s'kam ditur se çfarë të bëj, dhe atë dorën me të cilën e kam shtyrë në nënën time e kam futur te korniza e derës, dhe me gjithë fuqinë time që kam pasur e kam shtyrë derën derisa dora ime mu kput. Dhe prej asaj dite e kam mbarur në qafën time që t'jetë për kujtim për veprën më të keqe që kam bërë mbi sipërfaqen e tokës. Për çdo ditë nuk lë namaz pa falur. Për çdo vit nuk lë agjerim pa agjëruar. Për çdo vit nuk lë haxhillëk pa shkuar. Dhe pra për 40 vjet vjen nga një njeri dhe më thotë: "Haxhi nuk të është pranuar." O vëllezër, ju po çuditeni sepse Allahu nuk e ka falur, nuk e ka pranuar haxhin, ndërsa unë po çuditem nga këmbgulja e tij për të trokitur në derën e Allahut, sepse nëse dera e Allahut nuk do të hapet, të gjitha dyert tona do të jenë të mbyllura. Malik ibn Dinari tha, kur e dëgjova këtë gjë, i thash: "O i mirë, me ky gjuna që ke bërë pas ke qenë duke e djegur gjithë tokën, e jo vetëm nënën tënde. Edhe po shpreson faljen e Allahut, pastaj kam ikur me të shpejt. Atë natë pash në ëndër, prap të njëjtin zë. O Malik ibn Dinar, mos ua kaput njerëzve shpresën nga falja e Allahut të plot fuqishëm, sepse Allahu është i gjithëmëshirshëm dhe ai ja ka pranuar pendimin e Muhamedi ibn Harun el Belhit." Tha, kur jam zgjuar në atë moment gëzimi, kam brapuar drejt tek ai dhe i kam thënë: "Myshde, Allahu ta ka pranuar haxhin." Tha, në ato momente, nga gëzimi, nuk dinte se çka të bënte, vetëm tha: "Elhamdulillah, o Zot," dhe ra për tokë dhe nuk nxorri frym. Thot Malik ibn Dinar, unë kam qenë prej atyre që e kam përcjell xhenazën e këtij besimtari dhe e kam barosur.